Dy vajza nga qyteti i Lushnjës kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme në përzgjedhjen për degën mjekësie e përgjithshme, duke u renditur përkatësisht në vendin e parë dhe të tretë në rang kombëtar. Ingrid Haxhiu, nxënësja e gjimnazit 18 tetori, është renditur e para në Shqipëri dhe Abela Dinaku, nxënëse e një shkolle private, u rendit e treta. Me rezultatet e shkëlqyera, ato kanë treguar për kushtim dhe këmbgulje, duke arritur majet në një nga degët universitare më të kërkuar dhe më konkurruese në vend. Ëndra e përbashkët e tyre sot është të bëhen mjeke dhe të studiojnë në Shqipëri në Universitetin Shtetëror. Si u ndjet kur morët vesh që ishit e para në Shqipëri për degën e mjekësisë? Jam ndjerë shumë e lumtur, por ishte disi e pritshme pas një pune të lodhshme gjatë muajve të verës. Nuk e prisja që do t'isha e para, por e dija që do të renditesha nga të parët pasi në provimin e informatizuar të mjekësisë që dhash ditën e mërkur, pata një rezultat të shkëlqyer, mora 100 pikë dhe ishte shumë e pritshme që do të dilja në të parët në renditje. Atëherë kam punuar shumë gjatë 12 viteve, por sidomos pasi përfundova provimet e maturës, pata një punë shumë të madhe në muajin e qershorit, korrikut dhe në gusht përpara se të jepja provimin. Dhe kjo punë, faleminderit, u shpërblye dhe jam shumë e lumtur. Kisha shumë emocione, e mora vesh të premte në portalin studentor. Idea ime e maturës ishte renditur e para dhe u emocionova shumë, telefonova prindrit e mi, ata u gëzuan shumë, por dhe e prisnin, më kanë suportuar gjithmonë dhe dini që do dilja më e mira. Kush ishte i pari që ja dhe lajmin? I pari ishte babi, po dhe mami, ishin të dy dhe ishin shumë të gëzuar për mua. Përveç se është një degë që sjell një përfitim shumë të madh, është dega më e kërkuar. Më pëlqen shumë që do jem në gjendje të ndihmoj të gjithë popullin shqiptar, sepse mendoj që do ta vazhdoj profesionin tim në Shqipëri pa u zhvendosur jashtë. E kam pasur ëndër që e vogël, gjithmonë e kam menduar që do të bëhesha mjeke, por më kanë shtyrë dhe pak prindrit e mi, sepse mendojnë që është një degë shumë e mirë që do të kemi të ardhme të shkëlqyer. Mendoj që duke u përgatitur shumë mirë në fakultetin e mjekësisë, do arrit të bëhem një mjeke e shkëlqyer për t'i ardhur në ndihmë të gjithëve. Mendoj që do bëhem një kirurge, por nuk e di akoma. Ka shumë degë të ndryshme mjekësia dhe do më duhet akoma kohë për ta menduar. Jo, unë kam dëshirë të qëndroj në Shqipëri, këtu ku do përfundoj dhe shkollën, aty dua të ndihmoj të gjithë shqiptarët që do kenë nevojë për mua. Jam shumë mirënjohëse prindërve të mi që më kanë ndihmuar gjithmonë, gjithë mësuesve dhe drejtorin e shkollës, e falenderoj shumë. Si e përjetuat momentin kur dolët fituese dhe ishit në vendin e tretë në Shqipëri për degën mjekësie e përgjithshme? Të them të drejtën, nuk e prisja fare që të dilja vendi i tretë. E prisja që t'isha në listën fituese, sepse normalisht kisha një kohë shumë të gjatë që përgatitesha për këtë provim. Por fakti që dola vendi i tretë ishte një surprizë vërtet e madhe dhe nuk e di, akoma jam kështu në shok kur e mendoj. E mësova pasi mbarova provimin, sepse testi është informatizuar. Kur pash në ekran 100 pikë, nuk po i besoja dot syve. Kur kam dalë jashtë, normalisht prindërve të mi, sepse ata po më prisnin, është një tjetër lloj emocioni. Nuk kam qenë gjithmonë e prirur që të shkoj për mjekësi. Kanë qenë më tepër prindërit e mi, ata që më kanë dhënë shtysën e parë. Gjithmonë kam menduar se profesioni im i të ardhmes do të kishte të bënte me diçka si arkitektura ose inxhinieria, por sa më shumë studioja, aq më shumë fillonte të më pëlqente mjekësia dhe ky profesion, dhe aq më shumë interes kisha dhe mendoj se kjo, po nuk është se është një orë e përcaktuar, po diku te 4-5 orë, po. Sidomos tani në verë pasi mbaruam dhe provimet e maturës. Duke qenë se këtu e fitova dhe nuk kam pse të largohem jashtë shtetit, por mund të kontribuoj për vendin tim. Pas viteve të studimit intensiv, përpara tyre hapet rruga drejt fakultetit të mjekësisë, me ambicie për të kthyer një ditë në profesioniste që do t'i shërbejnë mjekësisë shqiptare. Historia e dy vajzave është një mesazh për të rinjt. Puna, këmbgulja dhe besimi tek vetja mund të çojnë drejt rezultateve më të larta.